Padyshim se shoqëria jonë, po dhe shoqëritë e tjera kudo që janë në botë kanë nevojë për njerëz vizionar, për njerëz që e kanë mision të mirën dhe promovojnë atë dhe e kanë mision për ta luftuar të keqen dhe për ta larguar atë. Dhe njerëzit të cilët më së shumti i kontribuojnë vendit dhe të cilët më së shumti interesohen për gjendjen e popullit, për gjendjen e shoqërisë në përgjithësi, padyshim se janë hoxhallarët, sepse misioni i tyre është i shenjtë, misioni i hoxhallarëve është mision i pejgamberëve, dhe çdo njeri që i thret njerëzit në punë të mira dhe i këshillon, i nxit, i motivon për punë të mira, dhe i largon nga të këqijat dhe i këshillon që të largohen nga të këqijat, ai në farë forme ka atë misionin e pejgamberëve, sepse ata ishin njerëzit më të dalluar, njerëz më të zgjedhur, që i dërgoi Allahu për njerëzimin, dhe me ardhjen e pejgamberit të fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mbyll dera e pejgamberisë, që do të thonë më pejgamber nuk ka. Mirë po, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el ulema warathatul anbiya, që do të thotë dietarët, më konkretisht në vendin tonë hoxhallarët, janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Sepse pejgamberët nuk kanë trashëguar are apo argjend, nuk kanë lënë pasuni diçka që me marr prej tyne, por e kanë lënë diturinë. Dhe kush e merr diturinë ka marrë atë trashëgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ata të cilët 24 orë janë në shërbim të komunitetit, sigurisht se janë njerëz të rëndësishëm dhe sigurisht se shoqëria ka nevojë për kësi njerëz. Se dhe të tjerët nuk mund të themi që s'kontribuojnë për vendin. Mirë po, dikush kontribuon në mënyrë institucionale, që do të thotë 8 deri në 9 orë, kryet orari i punës, i hjek rrobat, edhe nuk mund ta gjesh asnjëherë ato nëse të duhet. E mbyll telefonin, edhe komunikon me telefon privat, me familjen edhe me rrethin e ngushtë. Ndërsa ne hoq në xhami, hoq shtëpi, hoq në rrugë, hoq në dyqan, hoq në treg, hoq shëtitje, hoq në media, hoq në kafeteri, kudo që të shkosh, gjithkund jemi atë misionin e shejt të hoxhës, edhe gjithkund mundohemi me promovuar të mirën edhe çka me luftu të keqen.